ujë s'kemi ina në hall. Sabit Sejdiu, banor në fshatin Drobesh të Vitis, thot se prej afro 6 vjetësh kanë probleme me ujë të pishëm. Sipas tij, rrjeti ujësjellësit është i shtrirë në fshat, mirë po në të nuk ka ujë. Për ta bërë situatën edhe më të rëndë, banorët nuk mund të shfrytëzojnë as bunarët që kanë, pasi thonë se uji është ndotur nga një përrosk që kalon nëpër fshat. Banorët i kemi, po banorët nuk i përdormi, se kemi këtë ujrat e zeza të fshatit Smirë, pse ku është nalta që fshati Smirë, edhe i kanë shkarku këto mbi fshatin tonë ujrat e zeza, i kanë shkarkuar. E kanë bërë një farë rezervari aty, jo grup septike, sa do pak do më thonë i kolon, i filtron ujrat e zeza, po aty do më thonë shkarkuan. Sejdiu thot se bashkë me banorët e tjerë, ujin që e përdorin për pije, gatim me pastrim, detyrohen ta marrin në fshatra përreth ose edhe ta blejnë. Unë për veti për çdo ditë në ditë që ku i kam kamenetat në barë. Një kamenet e lanë rregullisht në shtëpi e lanë, nuk jam punë, një kamenet edhe dalin mushin ujë, mos thëmë edhe për çdo ditë, disa herë edhe për çdo ditë. Përfaqësuesi i këtij fshati, Bislim Bislimi, u shpreh se në komunën e Vitis kanë dorëzuar disa herë ankesa, por nuk kanë marrë përgjigje. Atje do të ku është ajo puseta ku e kanë grumbulluar ujin e zeza, do të lidhet spaku me pusetat e fshatit Drobesh, kështu që mos të ndotet kjo procka dhe eliminon në një farë mënyrë eliminon ndotjen të mase. E drejtori i shërbimeve publike në Viti, Basri Aliu, u shpreh i habitur me problemin. Drejtori i kësaj drejtorie, Basri Aliu, tha se nuk është në dieni dhe se nuk e di se ka pranuar kërkesa nga banorët e këtij fshati për këtë problem. Ai na tha që të presim 30 deri në 1 orë për një përgjigje të tij për shkak se është duke shkuar në një takim me kryetarin. Ekipi i kohës qëndroi për rreth 1 orë në objektin e komunës, por drejtori Aliu nuk u paraqet. Ndërkohë në kompaninë Hidromorava, që është përgjegjëse për furnizim me ujë në këtë komunë, thanë se vetëm një pjesë e fshatit nuk ka ujë. Arsyeja pse kjo pjesë nuk mund të furnizohet prej rrjetit të ujësjellësit është mbi ngarkesa në të. Shtimi i konsumatorëve në Viti, sidomos punimi ndërtesave të lartë. Në vitin 2000 kanë qenë afro 400 konsumatorë, kurse tani janë rreth 3200 të tillë. Edhe në disa fshatra të tjera të Vitis është i shtrirë rrjeti ujësjellësit, por ujë nuk ka.